Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Allah në falendrojmë. Salavatet, salamet pejgamberit alayhi salatu wa salam ja dërgojmë. Lutja Allah që të na falë, na udhëzojë, na përmirësoj veprat, niyetet edhe qëndrimet tona. Allahumma amin. Të nderuar vëllezër, pejgamberi alayhi salatu wa salam s'ka dyshim se është orientimi jonë në çdo gjendje, në çdo situatë, edhe në çdo fjalë dhe veprim. Prandaj edhe është quajt Kur'ani i gjallë i cili ecë në fytyrët e tokës. Jo vetëm për çështjet e fesë, ai është shembulltyr edhe për nejen, për ushqimin, për bisedën, besa edhe për dashninë ndaj vatanit. Pse po them kështu? Për t'ju dhënë me kuptu se ta duash vatanin, ta duash vendlindjen, është pjesë e edukatës profetike dhe pjesë e mësimeve të fesë. Asesi besimtari nuk e tradhton vendin e vet, nuk i tradhton njerëzit e vet, nuk i tradhton të vërtetën, hakin. Besimtari mund t'i luftojë njerëz të këqij, mbrana vendit vet. Mund t'i kundërshtojë njerëz të këqij, po asesi të punoj në llogaritë të dikujt tjetër për dëm të vendit vet, veç për të mirë të vendit vet. Pejgamberi alayhi salatu wasalam i ka nda vendet në vende po quaj kështu të shenjta feja, edhe në vende normale. Në çta vendet e shenjta hyn veç 3 vende ku neve na lejohet me i vizitu dhe me shpresu shpërblim ekstra veç pse i kena vizitu. Pa ndonjë sebeb. Vendet tjera pastaj fiton sevap nëse i viziton me sebeb, nëse ki sebeb. Për shembull, shkon me vizitu vendlindjen edhe aty i viziton kushërit, aty i viziton prindrit, vllaznit. Ti fiton sevap që ke shku në atë vizitë të ai vend për të mbajt lidhjet farefisnore. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wasalam do të nismi nga hadithet që thonë sahabët, disa raste e kanë pa disa sahabë, edhe gjatë hijretit, edhe mas hijretit, kur e çliroi Mekën, u kthye në drejtim të Mekës edhe tha: "Oj Mekë, ti je vendi më i dashur për mua. Sikur mos të më largonin populli yt, njerëzit zullum që i kanë bën, nuk do të isha largu për këto." Edhe filloj me qa. Pse se e donte vendlindjen. Andaj quhet vend i lindjes, vendi ku ka lind, vendi ku të ka ra koka. Vendlindje quhet toka ku më ka rënë koka. Në gjuhën arabe masqatur ra'si thuhet vendet ku ka ra koka, vendi ku ka prek kryt për herë të parë. Njeri ka obligime, përgjegjësi ndaj tij, në gjitha format, nëse është e nevojshme edhe me luftu për ta mbrojtur vatanin e vet, për ta mbrojtur atë dheun e vet. Pra, Resulullah sallallahu alaihi wasallam e ka dashur Mekën. Nuk ka dalë pi qefit prej Mekës. E kanë detyru. Edhe kur ka shkuar në Medinë, sahabët që kanë bërë hijret bashkë me pejgamberin alayhi salatu wasalam janë mërzit. Kur kanë nejtë atje në Mekë, në Medinë, më falni, ka ndodhur që Ebu Bekri e kanë zatek të qa për Mekën, për vendlindjen. 8 vjet pa shku atje. Në fillim kur shpërngul në Medinë, i kanë prit njerëz të Medinës shumë mirë. Por malli për atë dhej për vendlindje nuk ju ka hek sahabëve. Edhe jo vetëm kaq, thash qanin edhe në Mekë, në Medinë, më falni, ka pas një lloj smuje
ka qenë ambienti, ajri i tillë që janë smu njerëzit, sidomos të atë Mekës që në me një ambient tjetër, me një ajër, me një sistem tjetër. Kur kanë shku aty, sa që kur i ka pa pejgamberi alayhi salatu wassalam Ebu Bekrin, Bilalin, smut, këtë se likur, ashtë likur. Atër ka bo një doa Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, o Allah, largoje filan smujën prej Medinës, qëje me një lugin të largët, me një vend pa banum. Edhe na bën Medinën të dashur, me dasht, qysh na ke bon Mekën, bile edhe ma shumë. O Zot, shtoje bereqetin e kilogramve e njësis matëse, apo peshës. Dhe më thonë, edhe emnin e kanë rruja ka bo Medinatur Rasul, Medinatur Nebi, qyteti pejgamberit. E ka pas emnin Jethrib. Sa mas asaj dite vetëm munafikët e kanë thirë qytetin e Medinës Jethrib. Të tjerët e kanë thirë Medinatur Nebi, qyteti pejgamberit. Bile, nuk ka qenë njohur El Medinatul Munawwara, Medinja e ndryqme. Nuk ka qenë njohur deri vonë, deri në kohën e Osmanlive, me sa kam lexu. Aty kanë fillu me i thonë Medinja e ndryqme, sepse i kanë thonë Medina Munawwara. Më falë, Medinatul Nebi, Medinja pejgamberit, qyteti pejgamberit. Kështu i kanë thonë. Edhe ka pas bereqet shitblerja, ka pas bereqet tregtia, ka pas bereqet malli, ka pas bereqet njësit matëse, kanari. Pse? Kanë punu me halal. Edhe kanë pas pejgamberin aty, alayhi salatu wassalam. Na bën të dashur Medinën, siç na ke bërë Mekën. Edhe Allahu ka bërë dashur. Edhe bile aq është e vlefshme sa Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Medineja i refuzon munafikët. Munafikët i refuzon. I largon. Njëjtë sikur se zjarri që e largon dryshkin në hekur. Prandaj nuk ka besimtar i cili shkon Medinë e të mos e doj Medinën. Vetë ju natyra, ambienti i Medinës është i tillë që njerëzit e dojnë Medinën. Që e me kuptu son pjesë e imanit. Pashtu thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, imani ka mu kthy në Medinë në akhiru zaman. Ashtu si kthehet gjarpri në strofëllën e vetë dhe gjan aty qetësinë. Kështu që ka marrë një zaman kur njerëzit kanë më pas problem me imanin, nga fitnet e mëdha, nga telashet, nga ignoranca. Kush jeton në Medinë ose kush ka me shku në Medinë, ka me umush me iman. Ka me umush me iman. Pra pejgamberi e ka dash këtë vend. Gjithashtu, ka bo dua Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, Allah, jep bereqet në Shamin ton edhe në Yemenin ton. I kanë thonë, ja Resulullah, po në pjesën e Nejdit tani, një pjesë ka është edhe Riadi, Iraki, ato pjesë, i kanë thonë njëherë, 2, 3, ka thonë prej aneshit, vin fitnet. Prej ane vjen edhe Dejjalli. Andaj, me dasht vendin e vetë, vendlindjen, është pjesë e fesë. është një fjalë urtë, hubbul watani min al iman, ta dush vatanin, është prej imanit. Është për pjesë, prej mësimeve të fesë, nuk mund ta mohojmë këtë. Por nuk do të thonë që besimtari, do të thonë me i te kalu pastaj kufit e asaj që i ka vendosur Zoti. Ndoshta vjen rani me i fol detajet e kësaj teme, por ne jemi të fol vende akat shajta. Vendet shajta janë veç 3. Ku shkohet për me fitu sevape veç pse ke shku. Ato janë Mekja, Xhamia Qabës, Medineja
edhe xhamia e Aksas. Këto janë 3 xhamit, 3 venet, ku shkumja jote është sevap, veç shkumja. Pastaj falja në Mekë është një namaz sa 100.000 namaze, falja në Medinë një namaz sa 1.000 namaze, dhe në xhamin e Aksas në Palestinë një namaz sa 500 namaze. Vendet tjera me mendu që pikësoj xhamis, me shku të xhamia tjetër, është ma sevap të xhamia mu falë se të kja, gabim është. Veç në Qabe, ban me thonë ose në xhamit pejgamberit ose në xhamit të Aksas, ban me thonë atja ma sevap se në xhamin tonë, po. Xhamia tjera kret janë sevapin e kanë një namaz me xhamat sa 25 namaze ose sa 27 namaze. Kështu është hadithi pejgamberit, sa 25 ose sa 27. E ulemat kur e kanë komentu ose, pra a 25 a 27. Njona, kanë thonë ulemat, 25 namaze është për qëllim namazet pazan. Drejka që në pazan i qinia, se vapin e ka sa 25 drejka mi falë në shpe. Ama që ka 25 që vlenë këtë xhamit e botës. Njëjtë, në Qabe jo, sa 100.000. E 27 sa 27 namaze, është për qëllim namazet me zan, sabahi, akshami dhe yatsia. Që ta 3 vakte nëse i falë në xhami, e ki se vapin sa 27 vakte më falë në shpe. A drejkën e qinin, që është pa zan, në heshtje imami që kënon, që lexon, është se vapi sa 25 drejka ose i qindia në shtëpi. Që kjo është i njëjtë që kjo se vap. Si u falën që xhami, si në xhamin në Bajrakli ose në Sinan Pash. Por, a mund të shtohet se vapi për arsye anësore? Po, mund të shtohet. Qësh? Me një xhami mundesh me uni më rahat me xhamatin që ki për rrethi. Se janë xhamati edukum, janë xhamati urt, janë xhamati sjellshëm. Edhe ti kur shkon në xhami, njehesh ma me vullnet. Ti kur shkon në xhami, falesh më i përkushtuar, më i qetë. Se vapi që e fal më i qetë, është më i madh se te një xhami ku shkon aty edhe falesh për kranionit, i cili për shembull lëviz shumë namaz. Edhe aty të humb koncentrimi, ose vjen era. Edhe aty dëmton. Ose në xhami ku shkon ti, e ka tepin e paqe dhe vjen era mirë. E me një xhami tjetër e ka tepin i jo të paqe dhe ti kur dën me ranë sejdë, merë frymë mirë njerë, edhe në sejdë, subhana rabbil ala, kur qosh për sejdë, se s'ke mujtë me marë frymë, se era katastrofë. Kush e ban erën e keqe? E bëjmë na. Qysh e bëjmë na? Se na nuk kem edukat kur marrim abdes. Tepia është e trash, e cila man ujën edhe krijon erë, ai merr abdes, kjo më vjen keq që tham këtë. Merr abdes dhe vjen safin e parë i vesh çorapët. Po ti vesh që atje vëllai, që atje te korridori ose te shkallët. Ti nuk ke nevojë marr me kom të lagnë, domethënë me deri në saf parë. Edhe hajde në saf parë të kjo pjesa e zezë ku vjen komët, po në saf parë ose në dytin te ku bjen në sejdë ai njëri aty. Nuk terët kjo tepia. Kjo ka problem. Edhe që shtu krijan erë. Kur dën ti me nru masa ose mila, ai nuk qet pare. Kur dën ti me nru, ai nuk qet pare. Ama është interesant. Kjo është edukat. Mos bëmi tash domethënë sikurse në disa vende keni pa edhe ju, ku shkruan atje te dera pa çerap X kanë vu atje paketa ose çerap aty kanë lënë. Merre me burr, s'ka problem. Merre, fal kofshën. Po ose teri komët ose me pallom ose prit një 2 minuta për jashtë desa, veshi çerap të dhe me bëni alternativë. Kërkoj falin, nuk kam qëllim ta preki kërkan, po na tash jemi vllaznik këtu edhe flasim pak më shlirë. Edhe pse nuk i kemi raportet gjithë shok njëri me tjetrin. Po na e çajmë një hall që prandaj falja me një xhami ku ti e nin veten qetë, me një xhami ku e nin rahat, pi xhamatit, pi ambientit xhamis, me një xhami ku on fllad për shembull verës, nxehtë ku dimnit, falesh më rahat edhe ki më shumë sevap.
Po nuk mundesh me thonë, unë po shkoj te filan xhamia se ajo ka minar më të madh dhe më sevap. Jo, kështu jo. Po shkoj te filan xhamia se po njihem ma qetë. E kur njihesh ma qetë, ma rahat falesh ma bukur. E këtu fiton ma shumë sevap, domethënë në çet situatë. Po me mendu, tash ndrimi i xhamive, te na thonë, po xho mi ndru xhamiat, a ma sevap? Na themi edhe po edhe jo. Tash, hajde qysh po edhe jo. Nëse na shkojmë në për xhamia me bo zhurmë, mi që të lashe aty në imamve dhe xhamatit, nuk ka sevap. O gjëna, rrinë qatë xhamin tani që t'i njojnë hujet. Xhamatit t'i njojnë edhe rrinë me ty me kujdes. Hujet e tua kas për t'ngojnë djemt edhe reja të shpia, e s'potes biznesi mirë, vjen edhe shlirohesht te xhamatin në xhami. Bile rri me qata. Më shkëm ju po të lashe aty në atje. Ama ose shkon atje, do shta për ndonjë madhësi të caktume, ma se banë këtë, s'ki se vapë se pinë rënë xhamiet. Nëse shkon, me unë joftu me xhamatin e ri, e mi dhonë selam ati, e me njoft këtë tjetërin, e me përshëndet një plak, e tjerë, e një është qetë aty, edhe i busqesht të tjerëve, i përshëndet të tjerët, e bën një jetë se të shojnë njerëzit rrugës, i përshëndet njerëzit rrugës, po inshallah kime fitu sevap. Shkon në rrët një ders, ndjesh ma i motivum, që ke nru xhamin, ma motiv ki. Se pale sa më kon një ders i mirë, kur falesh të njoni në nësëp, ki dëshin me nru. Në këtë rast ki sevap, që ke nru xhamin. Ki sevap që ke bo ma shumë hapa. Por nëse ki një xhamin ma ngatë, dhe një ma largë, edhe në dy rastet ndjehesh njëjtë, mos menon që është ma mirë detyrimisht gjithë me shku të ajo ma largë se po bëj ma shumë hapa. Jo, në islam, mundimi i vetës nuk është sevap në vete. Sevap në vete. Me mendu kush e mundon veten, gjithë ka ma shumë sevap. Jo, kush ja leton vetës, ka ma shumë sevap. Kur a mundësia mu letu? Kur sa mundësia mu letu, atër Zotit një moftë, për shembull. Na, përpara kena menu që me marrë avdes më ujtë ftaftë ma sevap se sa me marrë më ujtë në zetë. Nuk shkru në kërkun. Po jo se aty mundu është ma shumë pak. Mirë, ti me matematikën e Prizrenit për banë këtë logari, që është minus 10-15 dimnit. Po pejgamberi ka marrë, hoxha me ujtë ftohtë, po ka marrë pejgamberi sallallahu për ka pas plus 50. Edhe me marrë me ujtë ftohtë, u konë flatë për ta. Logika, atër pibikat kundër të na nësa minus 15 e 20 dhe me marrë më ujtë në zetë. Pse me mundu vetën? Të munduarit e vetës nuk është qëllim në islam, qëllim në vetë vete. Prandaj edhe agjerimi, a jetu agjeru, unë du me najtë ndilë, për i zatë zotit, për i ndilë, jo me mos rë ndilë. Resulullah e ka pa një grua një plakë të najtë ndilë, të najtë në kam edhe të agjeru. Qëka në të bonë që kjo plaka? Tha ka vendos për i zatë zotit, me fitu ma shumë sevap. Po agjeran, ama ndilë për e, edhe në kom, tha thuni, letin hije, let ullet, a agjerimin let a vazhdoja. Të munduarit e vetë vetës nuk është qëllim në vete, nuk është synimi islamit. Pejgamberi a.s. në gjdo situatë, ku Zoti e kalon me zgedh, ama letë, ama ron, e ka zgedh, matë letën, nëse o kon halal, nëse o kon halal, nëse o kon haram, jo. Nëse o kon haram, o largu për saj. Edhe kështu, nuk du të me munu vetën me thonë për shkojtë një xhami ma largë, se veç se për munoj vetën kam sevap, jo. Po nëse vjen mundimi vetë ju për shkak të rrethonave, s'ki alternativ tjetër, ki sevap. Prandaj, nëse ki mundësi me shku në haqë, me aeroplan, shkën, tani që s'ki mundësi, shko me autobus, ose me kërë. Po që ki mundësi ma letë, shko ma letë. Këtu është e kundërshtimi i fesë tonë me fetë e tjera të cilët kanë synim azabin me abo vetit, me dënun vetën. Edhe çka bajnë ata? Për i Zotë Zotit, vendosaj atjaj. Budisti, mos mula 40 vjetë, se për ban ibadet Zotin. Atje vendos mos ma ngër mish 30 vjetë. Pse? Thot pa adhuroj Zotin. Pse për mundon vetën? Atje thot du me jetu në lisë. A dhe në kësi rase, keni pa, në lisë.
po jeton 30 vjet. Në les, majmuni shdryp i lisit ka herë, lemo insani. Ai po mendon se të emunu vetën ka ma shumë sevap. Jo në islam, ja. Nuk është ashtu. Nëse ti s'ki rrethana, nuk e kini xhamin nga të dytrosh 3 kilometër mes, kime pas problem me izën të Allahit. Po mëse muna vetën. Pra jemi të vendet, a janë vendet shenjta, veç 3 vende janë të shenjta. Dhe më thonë për adhurim, o fjala 3 xhamia, ta konkretizaj, 3 xhamia të shenjta për adhurim. Që veç pse ke shku aty, 100.000 sevap e ki në Qabe, 1.000 në xhamit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe 500 në xhamin e Aksas në Palestinë. Aleikum salam. Vendet tjera jo. Vendet tjera është sevapi në origjinë njëjtë. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka dashur Mekën, e ka dashur Medinën. Mekë ka qenë vendlindja e tij. Edhe ka thonë sikur mos më kishin nxjerr popullit, s'kisha me dal pi këtu. Që e me kuptu kjo, edhe meselën që na duhet me diskutu meselën e gërbetit. Vllazit gërbexhit të cilët janë në për dunja. A lejohet me shku në gërbet apo jo, me elon vatanin keq. Nëse ka nevojë vatani me u kthy në vendlindje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka çliru Mekën, Allahu xhaleshani ka thonë se dan me të met epiteti muhaxhir, emigrant, rrin Medinë. Nëse dan me hup epitetin, kthehon Mekë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam jo, ka dash me majt kët. Kthimi ose ikja prej vatanit lejohet veç me kushte. Nëse rrethanat me jetu nuk janë në favor tanin për x arsye, tu ka rreziku jeta, tu ka rreziku feja, tu ka rreziku familja, etj. Momentin që ndrojnë situatat, nuk është patjetër për menet, prap kërkoj falje që them këtë. Nuk ka patjetër menet në Gjermani, në Zvicër, me thonë hoxha s'po kam çare pa një kredit 1 milion euro, me ble shtëpi se ndryshe me qirajës për rritë, aty be ktheu në vendlindje. Nuk e ki patjetër menet atje. Nëse të rrezikohet jeta, feja, familja, etj. Ktheu në vendlindje. Që shërben vatanit. Çdo kush na kemi obligim më konë në shërbim të atë dhejut. Nëse kërkohet parja, nëse kërkohet jeta, është pjesë e fesë me mbrojt vatanin. Për i Zatë Zotit, jo me mbrojt vatanin që me thonë ky trim, jo me mbrojt vatanin që me thonë ky, mashallah, komandant, jo me që orientu veç për i Zatë Zotit, pa kur farë interesit kësaj bote, për i Zatë Allahit, me mbrojt atë dhejun, prandaj thamë, edhe fjala, vatani, dashuria për vatan është pjesë e imanit, është të vërtet. Pa kam përdorë edhe pleç, unë e kam një prej pleçve. Kanë thonë, vatani imani, imani vatani. Të dyjat janë sakta. Vatani imani. Kur nuk e ki vatanin tanë, vjana edhe të rej, e ta mshel xhamin, e të ngrej zhag, e s'lem u fal, e ditën e bajramet, përzem për Shqipni, se s'ki vatan. S'ki vatan. Vatani imani. E imani vatani, nëse s'ki vatan, kur ki iman e banë dhe vatanin. Se që ata cilë kanë pas iman e kanë bo vatanin, e kanë rujt, e kanë mbrojt, e kanë luftu, kanë dek për vatan. Ata që s'kanë pas iman, këqërne, kanë ik. Ata që s'kanë pas edhe s'kanë iman, vazhdojnë me vjedh venin e vetë. Edhe kanë me vjedh. Nuk ka mundësi, tutë Zotit jo. Karakter moral, edukat, mirësjellje, sedër, fytyr. Jo. Ata ndodhin çdo gjana. Çka me bë? Këto dyjat me i dasht. Këto dyjat me punu për i Zatë Zotit. Pra jemi të folë për temën, pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka dashur atë dhejun e vet. Të dashur vëllezër, për i Zatë Zotit, mos bëhemi argatit keqës. Për i Zatë Zotit mos bëhemi sebeb as me fut për qamje. Ngushtani sa të keni mundësi le të hyjnë edhe vllaznit, ngushtani. Ndroni pozicionet e ndejes, nga luksi në ngushtim. Për i Zatë Zotit mos jemi na personat të cilët krijojmë përçamjen në shoqni. Na jemi kundër çdo analisti i cili
krijon përçamjen shoqni përmes deklaratave të tyne, i cili krijon përçamjen mes etnive caktuar, i cili mundohet me kriju urrëtie në mes atyne që jetojnë në këtë atdhej. Ne jemi kundër atyre të cilët mundohen me përjashtu ndonjë pjesë të shoqërisë nga ky atdhej i cili është i të gjithë neve. Jo këta s'janë këtu, këta se kanë venin këtu, këta se kanë venin atje, jo pse si ka myt. Ky si ka myt ai kur e kanë vakti luftës. Absolut. Astaghfirullah. Allah na rujt me qenë të tillë. Ne jemi vllazën, na dojmë njëri tjetrin, na nëse s'mujmë mi bë mirë këtij veni, nuk guxojmë mi bë keq. Rune e veten nga patriotizmi i rrejshëm, thjesht llafe Facebooku, thjesht postime Facebooku edhe Instagrami, pastaj në vepra hajna e mashtrues, nga se kjo nuk është pjesë e fesë. Mashallah, kërkush nuk e ka halal prej neve që në emër të lirisë, patriotëve, dëshmorëve, shahidëve, të atyre që kanë ndër gjak ose kanë humbur pjesë trupit, me uqu mu pasuru, ose me nënçmu një pjesë tjetër të shoqërisë, ose me undi si më të ngritur se sa pjesa tjetër. Kjo nuk i takon muslimanëve, besimtarëve. Na veç i shërbejmë këtij atdheju. Na bëjmë për zot Zotit edhe mshelim gojën, secili sa të ka mundësi. Edukoni fëmijët e juaj. Nëse është e nevojshme, ktheuni ju qeni në gurbet. Ktheuni nëse është e nevojshme. Që jeni kthy, që keni shërby kur e kon koha. Lutja Allahun që mos më na sprovu prap me një telashe, me një luftë, edhe mos më korrit çata patriotat e Facebookut. E me kallzu veten se thjesht i kanë llafe goje. Allah na bëft sinqert me dasht vatanin atdheun, na bëft persona të cilët nuk përçajmë, nuk nënçmojmë, po veç punojmë edhe japim kontribut. Andaj vllazën, për zot Zotit, mos mendoni që nuk kemi obligim ndaj këtij veni. Për hir të Allahit. Bëni persona që stabilizojnë situatën gjithë secili me mundësitë e veta. As në rrjetet sociale, as në përdarshme, as në përdekje, përçamje jo. Na më të kërkuj as partive, as nacionaliteteve, as shteteve, as kërkuj. Kujdes. Shërbeni venit në heshtje. Allah në bëftë të dobeshëm kudo që jemi. Allahumma amin, walhamdulillahi rabbil alamin.